Le ta zbulojmë bashk. Jeni ende me mua? Hajde, po thuaj se të gjithë. Por kemi thënë që Shpirti i Shenjtë ka ardhur për ndërtimin e kishës. Nuk ekziston besimtari që jeton i vetëm. E dim, e themi shpesh. Nuk ekziston besimtari që bën eremitin për hesap të vet. Kush hupa. Kisha nuk më pëlqen, është shumë e pakëndshme, nuk shkoj. Gjithsesi unë kam Jezusin dhe Shpirtin e Shenjtë brenda meje. Nuk është kështu. Shpirti i Shenjtë ka ardhur për të na ndërtuar neve, për të arritur tek jo besimtarët dhe për të ndërtuar kishën. Dhe si e bëjmë këtë? Kemi filluar ta shohim të dielën e kaluar. Shpirti i Shenjtë ka dhënë për kishën e tij disa dhurata. Po, kush ishte të dielën e kaluar? Pak, shumë pak. Kush ishte të dielën e kaluar? Të gjithë. Pra, e dim që Shpirti i Shenjtë ka dhënë disa dhurata, apo jo? Ka dhënë dhurata motivuese, i kemi parë, dhe ka dhënë dhurata shpirtërore, ato dhurata që quhen karizmat, apo jo? Fjala karizëm vjen nga greqishtja dhe do të thotë dhurat falas, shfaqje e hirit. Pse janë dhurata? Sepse Shpirti i Shenjtë ka dashur të japë dhurata dhe jo t'i vendos tek pajisjet tona kur lindim, t'i mësojmë, t'i zhvillojmë dal nga dal. Pse janë dhurata? Sepse nuk mund t'i meritosh. Zoti do të bëjë një agjerim prej 50 netësh dhe 50 ditësh dhe sapo të mbaroj, do të filloj një tjetër prej 50 të tjerash. 50 ditë dhe 50 net dhe ti do të më japësh dhuratën e shërimit. Nuk funksionon kështu. Nuk funksionon kështu. Nga njëra anë na thot, mirë, të paktën nuk duhet të agjeroj për 100 ditë, por nga ana tjetër na ndihmon të kuptojmë se cila është natyra e dhuratës. Dhurata është një shfaqje e hirit. Në fakt është shkruar që Shpirti i Shenjtë i jep si ti doj vetë, por na jep një udhëzim. Ai thot, dëshironi me zjarr dhurata. Sepse është një dhuratë, ai na e përgati. Është këtu, është i mbështjell dhe thot, e vërtet, e do? Nëse nuk e do, ja jap dikujt tjetër, nëse nuk e do as ti, do t'ja jap pastorit Dario, nëse nuk e do as ti, jo, ai e do, ai e ka pranuar, por është kështu, Shpirti i Shenjtë ka përgatitur dhurata që dëshiron ti na jap, por ka nevojë që ne ti dëshirojmë, që ne ti pranojmë, pra dhuratat merren me hir dhe nuk varen nga meritat tona apo nga aftësitë tona personale, por jepen në bazë të zgjedhjes sovrane të Zoti. Kemi thënë që dhuratat vijnë nga Shpirti. Në fakt, kur ti pagëzohesh në Shpirtin e Shenjtë dhe Shpirti i Shenjtë banon në ty, është sikur ai hap derën dhe nga ai moment e tutje ti ke akses në depozitat e dhuratave mbinatyrore. Do të thotë që i ke të gjitha? Jo, do të thotë që ke akses, do të thotë që tani mund t'i kërkosh, tani mund t'i dëshirosh me zjarr derisa Zoti të t'i japë. Amen. Doja t'ju pyesja, kush ka tashmë një dhuratë shpirtërore? Që thotë dhe kam përdorur shumë herë, tani do t'i shohim të gjitha bashk, do të bëjmë një panoramë, por këto 24 orë unë kam bërë një marrëveshje me Zotin. Unë nuk dua të dal pa marrë diçka. Nëse fjala më thotë që mund t'i dëshiroj, unë do t'i dëshiroj me gjithë qenien time, do të jap gjithçka nga vetja për të marrë të paktën një. Unë mendoj se mund t'i jetojmë këto 24 orë në 2 mënyra, si një event kishe ose si mundësia e jetës tënde. Prandaj bëje me mua, bëje bashkë. Bashkë me mua, por jetoj këto 24 orë si një kërkim për dhuratat shpirtërore dhe për intimitetin me Shpirtin e Shenjtë. Në letrën e parë drejtuar Korintasve thuhet, kërkoni dashurinë dhe dëshironi me zjarr dhuratat shpirtërore, kryesisht dhuratën e profecisë, por më pas do të shohim pse. Në Korintasve 12 gjejmë këtë listë dhe thuhet se ka larmi dhuratash, por është vetëm një shpirt. Ka larmi shërbesash, por është vetëm një Zot. Ka shumë llojshmëri veprimesh, por nuk ka. Që është vetëm një Zot. Pra, kemi shumë dhurata, shumë veprime, shumë gjëra, por gjithmonë dhe vetëm një Zot, një Perëndi. Tani, secilit kujt i jepet? Askush prej jush me sa duket. Kujt i jepet?
se cilit I jepet shfaqja e shpirtit për të mirën e përbashkët. Në fakt, njerit I jepet përmes shpirtit fjala e urtësisë, tjetrit fjala e njohurisë, sipas të njëjtit shpirt, besimi, shërimi. Fuqia për të bërë mrekulli, profecia, dallimi I shpirtrave, larmi I gjuhësh dhe interpretimi I gjuhëve. Por të gjitha këto I vepron ai I njëjti dhe I vetmi shpirt, duke I shpërndar dhuratat secilit në mënyrë të veçantë, ashtu siç dëshiron. Merr një frymëmarrje të thellë lehtësimi. Nuk varet nga unë. Të paktën nuk varet nga unë. Sigurisht, një jetë e kushtuar është një terem pjellor, por nuk varet nga kjo, nuk varet nga ti. Është shpirti I shenjtë ai që jep siç dëshiron, dhe I shohim së bashku, le të bëjmë një përmbledhje të shpejtë. Pastaj gjatë këtyre 24 orëve, nuk e di nëse I keni lexuar lajmet që kanë qarkulluar, por do të thellohemi në 9 dhuratat e shpirtit. Kështu që do të kemi shumë sesione për të mësuar për dhuratat e shpirtit dhe mbi të gjitha do të ushtrohemi në to. Mendoj se kjo është pjesa më e bukur. Kemi dhuratat të fjalës, zbulesës dhe fuqisë. Dhuratat e fjalës janë kur shpirti I shenjtë lëviz përmes teje, përmes gojës tënde, si dhurata e profecisë, shumëllojshmëria e gjuhëve dhe interpretimi I tyre, të cilat janë 2 dhurata që shpesh shkojnë bashkë. Pastaj kemi dhuratat e zbulesës, fjala e urtësisë, kur ti ke një njohuri për një person që nuk mund të vijë nga ti nuk e di sepse këtë person nuk e njeh, por shpirti I shenjtë të jep një zbulim urtësie për atë person. Një fjalë njohurie që ka të bëjë me të kaluarën e tij, mëson diçka që nuk mund ta dish sepse nuk e njohje apo intimitet, por shpirti I shenjtë ta zbulon në mënyrë që ti të mund të inkurajosh, të kujdesesh, të shërosh, të korrigjosh. E kështu me radhë. Dallimi I shpirtrave, kur shpirti I shenjtë na ndihmon të kuptojmë nëse diçka që po ndodh është fal shpirtit të shenjtë apo jo. Dhe kush e di që edhe djalli luan me këtë, imiton atë që bën shpirti I shenjtë. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Kam parë video të njerëzve që flisnin në gjuhë, por nuk ishin besimtar, po imitonin atë që kishin parë të bëhej. Kishte parë që aty kishte fuqi dhe filloi të imitonte pa njohur asgjë. Kjo është shumë e rrezikshme, djem. Për këtë arsye, shpirti I shenjtë na jep dallimin e shpirtrave, na ndihmon të kuptojmë nëse diçka vjen nga Zoti apo jo, dhe pastaj dhurata të fuqisë, besimi, dhurata të shërimit dhe dhurata për të bërë mrekulli. Mendoj se këto janë të preferuarat nga shumica. Unë personalisht I dua të gjitha këto, por e dim dhe do të mësojmë që dhuratat nuk janë për ne, por janë për kishën. Në fakt, përsërit me mua, dhurata e Zotit nuk është për mua, por është për kishën. Le ta themi përsëri. Dhurata e Zotit, cila do prej tyre qoftë, nuk është për mua, por është për kishën. Në fakt, Zoti thot në fjalën e tij që dhuratat janë për ndërtimin e përbashkët. Nëse ti dëshiron një dhurat, por e dëshiron vërtet me pasion, me vendosmëri. Zot, dua shumë të shëroj njerëzit, dua shumë të kem një besim që lëviz male. Nëse ti dëshiron dhuratat, por po I dëshiron për veten tënde. Nuk do t'i kesh, më vjen keq, sepse fryma e shenjtë I jep dhuratat e tij për ndërtimin e kishës. Prandaj, nëse Zoti do të japë dhuratën e shërimit, ka shumë njerëz në këtë kishë që kanë nevojë që ti të lutesh për ta. Nëse Zoti do të japë dhuratën e njohjes, ka shumë njerëz në këtë kishë që kanë nevojë që ti të shkosh t'i ndihmosh. Nëse do të marrësh cilën do prej këtyre dhuratave, dije se ka shumë njerëz në kishën vendore dhe jo vetëm, që kanë nevojë që ti të shkosh për t'i lejuar frymës së shenjtë të veprojë përmes teje. Amen. Tani do të shohim së bashku dhuratën e gjuhëve dhe I kërkoj edhe të rinjve nëse mund të fillojnë të ngjiten, sepse sonte, pas pak, do të therasim zjarrin nga qielli. Sonte do të fillojmë të kërkojmë. Frymë e shenjtë, ne duam të përjetojmë pagëzimin tënd. E dim që kemi parë gjëra të mëdha, kemi parë që ti tashmë e ke bërë, kemi parë frymën e shenjtë të zbresë në shumë mënyra të ndryshme, por sonte, fryma e shenjtë dua që të zbritesh mbi mua. Dhe duke qenë se është një zhytje, nuk ka rëndësi nëse je pagëzuar tashmë. Disa thonë,
jam pagëzuar në gjuhë dhe kaq. Por duke qenë se është një zhytje, është e mundur që në një moment të dalësh sërish në sipërfaqe dhe ke nevojë të zhytesh përsëri. Pagëzim, zhytje e plot dhe pastaj ndoshta kthehesh prapë. Fillon të marrësh frymë sërish dhe fillon të hyj brenda teje egoja jote, bota dhe gjithçka tjetër dhe kthehesh në sipërfaqe. Atëherë ke nevojë përsëri për Jezusin, thellësi. Dhe sonte ne do të lutemi për këtë, do të lutemi për një vizitë të mbinatyrshme nga qielli, pagëzime në frymën e shenjtë, një pentekost të re që bie mbi kishën për të na mbushur me fuqi nga lart, një veshje që nuk është vetëm mbi ne, nuk është vetëm poshtë nesh, por është rreth nesh dhe brenda nesh, dhurata e gjuhëve. Pastaj do të lutemi së bashku. Dhurata e gjuhës është e para që kemi parë. Ajo ndahet në 2 kategori, ksenoblosia dhe glosolalia. Ksenoblosia, çfarë fjalë e shëmtuar, glosolalia edhe më e shëmtuar. Le t'i themi, ksenoblosia dhe glosolalia. Duken si ngatërime gjuhë, por kanë kuptim. Çfarë do të thotë kjo? Cila është diferenca? Glosolalia është kur flet në gjuhë dhe as ti, as ai që të dëgjon, nuk kupton sepse flet me Zotin. Kjo është glosolalia në rregull. Kur marrim pagëzimin e Shpirtit të Shenjtë, fillojmë të flasim në gjuhë të panjohura. Bibla thotë se mendja jonë mbetet e pafryqshme, sepse nuk dim çfarë themi, por Shpirti i Shenjtë flet përmes nesh me Atin. Glosolalia në rregull. Ksenoglosia, çfarë është? Është për shembull ajo që ndodhi në Pentekost, në një moment ata u mbushën me fuqinë nga lart të Shpirtit të Shenjtë, filluan të flisnin dhe të gjithë nga jashtë i kuptonin. Pra, ksenoglosia është kur unë flas një gjuhë që nuk e njoh dhe nga jashtë. Të tjerët e kuptojnë. Ndërsa studioja pentekostalizmin, kishim studiuar këtë histori. Në një nga universitetet, kur zgjimi po fillonte në Amerikë, në një moment lexojnë këtë histori dhe thonë: "Po prit, a është e mundur që kjo është shkruar në Bibël dhe ne nuk e kemi përjetuar kurrë? A është e mundur që Bibla na premton gjëra të caktuara dhe ne nuk po i shohim?" Dhe çfarë ndodh pastaj? Që në një moment fillojnë të studiojnë, të luten, thonë: "O Zot, ne duam ta shohim këtë." Dhe në një moment gjejnë një studente, kjo është e dokumentuar, e cila fillon të shkruajë në kinezisht, por ajo nuk dinte fare kinezisht, por fillon të shkruajë në kinezisht, fillon të flasë në kinezisht dhe njerëzit i thonë: "Çfarë po bën?" Ajo, nuk e di, por fillon të flasë dhe po shkruante për gjërat të Zotit, po i jepte lavdi Zotit, po shkruante për veprat e lavdishme që Zoti po bënte. A është e mundur? Është e mundur. Imagjinoni sa bukur është për një misionar të shkojë në një vend ku nuk e njeh gjuhën, i kurse në vite e vite studimi, shkon atje, i thot diçka dhe tjetri e kupton. Mendo të flasësh me dikë që nuk të kupton as kur flet italisht, por ti flet në gjuhë dhe më në fund ai kupton çfarë po thua. Është vërtet një mrekulli, është një mrekulli. Por ne ende besojmë të mrekullit edhe sot, amin. Të flasësh në gjuhë është e dobishme për të lutur dhe për të komunikuar drejt për drejt me Zotin. Mund të bëhet edhe mes njerëzve, por njerëzit nuk do ta kuptojnë dhe për këtë arsye Bibla thotë që është një dhuratë që ndërton së pari vetveten për të ndërtuar kishën, sepse gjithsesi është pjesë e dhuratave dhe kështu ndërton kishën. Duhet të shkojë bashkë. Me dhuratën e interpretimit, njëri flet dhe tjetri interpreton. Njëri thot fjalë që njerëzit nuk i kuptojnë dhe tjetri i zbulon ato për kishën, në mënyrë që kisha të ndërtohet. Amin. Kush flet në gjuhë të tjera, thot Bibla, nuk u flet njerëzve, por i flet Zotit, sepse askush nuk e kupton, por në frym thot gjëra të mistershme. Dhe pastaj është vargu që të gjithë e njohim, kush flet në gjuhë të tjera, ndërton vetveten. Tani, përveç nëse je një hyni, përveç nëse je në fund të ditëve të tua dhe ke bërë një rrugëtim të jashtëzakonshëm me Zotin dhe je praktikisht i përsosur, përveç nëse ke një shenjtërim, një kushtim të patëmet, të pakundërshtueshëm, absolutisht pa asnjë njoll, dua të jap një lajm të mirë. Kjo dhuratë është për ty, sepse mund të ndërtosh jetën tënde, mund të rritemi së bashku. Shpirti i shenjtë lëviz brenda nesh, flet përmes nesh, Bibla thot me pëshërtima të patregueshme. Ndërmjetëson për ne te Ati.
Ai lutet në një mënyrë që ne nuk mund ta kuptojmë, por ndërkohë ndërton jetën tënde. Kur ti flet në gjuhë dhe nuk po përsërit fjalë apo ndonjë formulë magjike, nuk po kopjon tinguj që i ke dëgjuar nga dikush tjetër, po i lejon Shpirtit të Shenjtë të rrjedhë përmes gojës tënde dhe të flasë me atin pa filtra, pa skema. Bibla thot se ne nuk dim të lutemi siç duhet dhe pikërisht për këtë arsye që Shpirti i Shenjtë lutet për ne. Sa herë edhe unë i pari, shumë herë jam dalur dhe i kam thënë Zotit, më fal që nuk po lutem siç duhet, më fal që ndoshta po të kërkoj kaq shumë gjëra që s'kan lidhje fare. Shpirti i Shenjtë fol për mua. Më lejo të kem një kontakt të drejt për drejt me qiellin, më bëj të lutem siç duhet. Është një akt besimi. Nuk është një gjuhë që ti nje apo mund ta mësosh. Nuk është duke imituar atë që thot pastori. Është të ndjesh Shpirtin e Shenjtë që flet në veshët e tu dhe të përsërisësh me zë atë që thotë. Shpirti i Shenjtë nuk do të manipulojë. Nuk merr kontrollin mbi ty që të mos kuptosh asgjë, të bëhesh si zombi dhe të fillosh të flasësh. Ai të përshprit në vesh fjalë, gjuhë që ti nuk i kupton. Dhe pret që ti të hapësh gojen tënde që ta mbush. Është si kur fillon të zhytesh në ujë, shiu vazhdon të bjerë, uji ngrihet, Shpirti i Shenjtë fillon të sugjerojë. Hap gojen tënde, hap gojen tënde, hap gojen tënde dhe unë do ta mbush. Si një lumë, si një shi, siç të duket ty, por unë do ta mbush. Do të fillosh të flasësh në një gjuhë që nuk e njeh, të thuash gjëra që nuk i di. Kisha përgatitur një foto, ndoshta është qesharake, por në rregull, më falni. Le të mbetemi në shenjtërinë, pikërisht në shenjtërinë e asaj që po themi. Kush e ka parë ndonjëherë filmin The Karate Kid? Ky është versioni, ai origjinali, me Daniel Sun dhe Maestro Miyagi. Por ndoshta të rinjt e kanë parë versionin me Jackie Chanin. Po, a e ka parë ndokush filmin The Karate Kid me Jackie Chan? Dikush. Ka një skenë që më çmend. Ndoshta një nga skenat më ikonike të filmit, dhe kur mjeshtri thot ai zotëri. Duke folur me mjeshtrin Miyagi i thot, mjeshtër më mëso karate, dhe mjeshtri Miyagi i thot, në rregull, shihemi këtu nesër. I tregon disa makina dhe i thot, tani laj makina. Ai i thot, jo, si kështu, unë dua të mësoj karate. Mjeshtri i thot, në rregull, merr 2 spatulat, ju kujtohet? Vendos dyllin, hiq dyllin. Pastaj merr furçën, shko te gardi, lyej lart, lyej poshtë. Kur të mbarosh, duhet të lyesh shtëpinë, lyej djathtas. Djathtas dhe lyej majtas. Ai vazhdon, ankohet dhe thot, çfarë po bëj unë? Imagjinoni dik që e sheh nga jashtë dhe ai është në mes të shtëpisë duke bërë. Dhe në një moment ai zemërohet dhe thot, ti nuk po më mëson karate. Dhe mjeshtri Miyagi i thot, bëj atë që të thash, vendos dyllin, hiq dyllin. Dhe ndërsa ai bën këto lëvizje, kupton që ajo që kishte mësuar ishin lëvizje themelore të karates. Fillon t'i godas dhe ai i ndalon me lëvizjet që kishte mësuar duke vendosur dyllin, duke hequr dyllin, duke lyer portën dhe duke lyer shtëpinë. Dhe ndonjëherë të flasësh në gjuhë mund të duket kështu. Shpirti i Shenjtë të thot, hap gojen dhe fol në gjuhë, por nuk e di çfarë po them. Por nuk e di çfarë po bëj. Nga jashtë dukem si i çmendur. Po çfarë do të thotë kjo? Dhe ti vazhdon përpara. Zot, të kam kërkuar të më mësosh të lutem. Zot, të kam kërkuar të më japësh fuqi për të bërë mrekulli. Zot, të kam kërkuar. Dhe mund të hap detin përpara meje dhe ai të thot, vazhdo ta thuash, dhe ti je aty duke u lutur në gjuhë dhe thua, po çfarë do të thot kjo gjë? Dhe në një moment Zoti të jep zbulesën, në një moment Zoti është aty duke të pritur dhe thot, tani që e ke bërë, ke ndërtuar veten tënde, i arritur, ke ndërtuar karakterin tënd, ke ndërtuar varësinë tënde nga unë, tani po. Tani do të zbulosh çfarë të kam mësuar. Tani fol dhe deti hapet, tani vendos duart dhe të sëmurët shërohen.
Tani shko te ajo person dhe I thuaj atë që po të them, sepse po të zbuloj një sekret të jetës së tij për ta ndihmuar, për ta shëruar, për ta korrigjuar dhe për ta inkurajuar. Çohu në këmbë me mua. Para se të lutemi, dua të lexoj shpejt disa përfitime të folurit në gjuhë. Kjo është ajo që do të bëjmë tani. E para, na ndërton në besim. Kemi thënë, kush flet në një gjuhë tjetër ndërton vetveten. Bibla thot te Juda 1, vargu 20, por ju të dashur, duke ndërtuar vetveten tuaj në besim, duke u lutur nëpërmjet frymës. Pra, pika e parë, ndërton vetveten ton, njeriun ton të brendshëm. Pika e dytë, na jep konfirmimin që kemi marrë pagëzimin në frymën e shenjtë. Kemi thënë që nuk është e njëjta gjë, nuk është pagëzim baraz gjuhë, por gjuhë baraz pagëzim. Gjuhët, ne besojmë, janë shenja e dukshme. Dhe e jashtme që diçka brenda nesh ka ndryshuar, që një frymë e shenjtë, një ujë që zbret nga qielli, një fuqi dhe një zjarr që vjen nga lart ka pushtuar zemrën dhe jetën tonë. Pika numër 3, na lejon të flasim me Zotin për gjëra të fshehta. E lexuam më parë, në frymë ne themi gjëra misterioze. Ndoshta po lutesh, nuk e di, ndoshta je beqar dhe po lutesh për gruan tënde, mister. Ndoshta je në fillim të universitetit dhe po lutesh për atë punë që do të ndryshoj jetën e shumë njerëzve, ose ndoshta thjesht po lutesh, mendon se po lutesh për veten tënde dhe në fakt po ndërmjetëson për një popull që po vuan në anën tjetër të botës. Flasim për gjëra misterioze. Pika 4, na bën të lavdërojmë Zotin dhe të flasim për gjërat e tij të lavdishme. Në veprat, në një moment fillojnë të ndodhin gjithnjë e më shpesh këto paltëzime me frymën e shenjtë dhe të gjithë janë të bindur se po flasim për gjëra të lavdishme, I dëgjojnë të flasin në gjuhë të tjera dhe thonë, po këta po. Po flasim për gjëra të lavdishme të Zotit, po e lavdërojnë Zotin në gjuhën time personale. Pika numër 5, na bën të lutemi në përputhje me vullnetin e tij. E tham më parë, fryma e shenjtë ndërmjetëson vetë për ne me pëshertima të pashprehshme, të padëgjueshme, të pakuptueshme, por ndërmjetëson për ne ndërsa ti hap gojen dhe e lejon atë të rrjedh përmes teje. Pika 6, ndërton kishën nëse përdoret bashkë me dhuratat e tjera, është pjesë e dhuratave. Dhe kështu ndërton kishën, e tham më parë, dhuratat janë për ndërtimin e përbashkët. Ju kujtohet, dhurata nuk është për mua, por është për kishën. Edhe kjo dhuratë ndërton kishën, shkon bashkë me dhuratën e interpretimit, por ne po I lejojmë frymës së shenjtë të na zbulojë diçka që fshihet në zemrën e tij. Dhe pika numër 7, pika e fundit, është një shenjë për jo besimtarët. Biblia thotë se nëse një jo besimtar hyn në një kishë dhe njerëzit po flasin në gjuhë të tjera, do të mendoj se jeni të çmendur, por është një shenjë e mbinatyrshme e Zotit në jetën tënde. Ka shumë përfitime nga të folurit në gjuhë, por në një moment të caktuar duhet të fillosh. Dhe si fillohet? Kur fryma e shenjtë zbret mbi ty nuk e meriton, nuk mund ta meritosh, as unë nuk mund ta meritoj, por fryma e shenjtë lëviz me hir dhe me hir për të liruar fuqinë e tij, për të liruar një vajosje të re, për të liruar dhurata të reja mbi jetën time dhe tënden. Mbyll syt me mua, ngri dorën tënde dhe I thuaj, frymë e shenjtë, më vesh, më mbush, më pagëzo. Nuk ka rëndësi nëse kam përjetuar tashmë një pagëzim me ty, nuk më mjafton. Nuk më intereson nëse kam përjetuar tashmë këtë eksperiencë me ty, nuk më mjafton. Frymë e shenjtë, më pagëzo, më mbush. Jezusi është ai që pagëzon me frymën e shenjtë, prandaj thuaj, frymë e shenjtë, më mbush. Do të hap gojen time, ndërsa jam I zhytur në praninë tënde dhe do të lejoj të hysh brenda. Do të nxjerr jashtë ajrin që është brenda meje, gjithçka që më përket dhe më mban të lidhur me njeriun tim të vjetër, por frymë e shenjtë hyr brenda meje. Më mbush. Duam të përjetojmë një Pentekost të re, frymë e shenjtë. Duam të shohim flak të
zjarrit që zbresin mbi kishe. Duam të shohim erën që fryn, duam të shohim këtë dhomë të shndërrohet, sepse kur fryma e shenjtë zbret të gjithë. Kur fryma e shenjtë zbret, gjuhët e zjarrit vendosen secili. Kur fryma e shenjtë zbret, të gjithë ndjehet shfaqja e frymës së Perëndisë. Fryma e shenjtë eja këtu sonte, ti je tashmë këtu, eja brenda nesh, na mbush, dua të kërkoj diçka. Nëse ende nuk e ke marrë pagëzimin në frymën e shenjtë, që është një përvojë e veçantë shpirtërore ku njeriu pranon pranimin dhe fuqinë e Zotit përmes frymës së shenjtë. Nëse nuk e ke përjetuar kurrë këtë gjë të rëndësishme dhe të thellë, nëse ndërsa dëgjoj unë, ndoshta ke dëgjuar të tjerë që flasin për këtë përvojë, por vetë nuk e ke ndjer asnjëherë atë ndryshim të brendshëm që sjell fryma e shenjtë. Atëherë të ftoj të mendosh për këtë mundësi të madhe që Zoti ofron për secilin prej nesh. E dua fuqi, dua të marr këtë dinamit që vjen nga qielli për të qenë dëshmitar, për të qenë një efektshme, për të pasur autoritet ndërsa flas për ty dhe për gjërat e tua. Dua të marr këtë pagëzim që do të ndryshoj plotësisht jetën time, dua të marr këtë transformim. Të kërkoj eja këtu përpara dhe do të lutemi bashkë sonte. Fryma e shenjtë ka një takim me shumë prej nesh. Nëse do të marrësh pagëzimin në frymën e shenjtë dhe nuk e ke marrë kurrë, vrapo këtu përpara, mos lejo që frika të ndaloj. Frikë, pasiguri, fryma e shenjtë është këtu, po lëviz, vrapo këtu përpara, pa frikë, pa turp. Nuk është çështje merite, nuk ka dikush që e meriton më shumë dhe dikush që e meriton më pak. Nuk ka dikush që është më shumë se ti apo më pak se ti. Fryma e shenjtë është për secilin prej nesh, vrapo këtu përpara. E di që ka njerëz, fryma e shenjtë do të rrihet sonte. Fryma e shenjtë po zbret nga qielli për të mbushur, jo vetëm mbi ty, jo vetëm poshtë teje, jo vetëm rreth teje, por brenda teje. Fryma e shenjtë po zbret sonte. Eja këtu përpara, ka ende vend. Nëse nuk e ke marrë kurrë pagëzimin në frymën e shenjtë, vrapo këtu përpara. Edhe pak kohë, eja këtu përpara, vërtet shfrytëzoje këtë mundësi, shfrytëzoje këtë rast. Të gjitha ata që tashmë e kanë marrë pagëzimin, ngrije zërin tënd, mbushe këtë vend me fuqi mbinatyrore, ngrije zërin tënd, lutu në gjuhë, lëre frymën e shenjtë të trazoj brenda teje, krijo një klim besimi, një kish e bashkuar që flet të njëjtën gjuhë, bëhet e pandashme, një kish e bashkuar që shpall bukurinë e Zotit, një kish e pandashme, një kish që flet të njëjtën gjuhë, është një kish e pathëshme. Tani lëshoje zërin tënd, lutu, lëshoje frymën, unë jam këtu, tani është momenti. Biblia thotë në shumë raste se apostujt shkonin, vendosnin duart e njerëzit merrnin frymën e shenjtë. Nuk është magji, nuk është ndonjë mashtrim, është thjesht fuqi që kanalizohet dhe fryma e shenjtë që lëviz nga njëri te tjetri, fryma e shenjtë që arrin të gjithë. Prandaj dua t'u kërkoj pastorëve që janë këtu të pranishëm djemve. Pastorët e ekipit apostolik dhe pastorët që kanë ardhur këtu nëse mund të na ndihmojnë të lutemi për secilin prej tyre me vendosjen e duarve, ne besojmë se fryma e shenjtë lëviz ende sot dhe se po pagëzon këtë mbrëmje. Dhe për ty që merr lutje, mos prit diçka magjike, mos prit diçka si një ritual apo kush e di çfarë tjetër. Fryma e shenjtë do të vendosë në ty fjalë që nuk i kupton, fjalë që nuk i njeh. Hap gojën tënde dhe thuaj me zë të lartë, ngrije zërin tënd, përsërite me. Atë që fryma e shenjtë po të vendosë brenda, lëre të rrihet përmes jetës tënde, lëre të rrihet përmes gojës tënde, mos e ndalo, por lëre të rrihet përmes teje. Hap gojën tënde dhe thuaj atë që fryma e shenjtë po të thotë. Fryma e shenjtë do të të detyrojë kohë, ai vetëm të sugjeron, ai të udhëzon mendjen, por ka nevojë që ti të hapësh gojën tënde. Biblia thotë, hap gojën tënde dhe unë do ta mbush atë. Hap gojën tënde me besim të plotë dhe mbi natyra, fuqia e mbinatyrshme e Perëndisë do të fillojë të burojë prej teje në mënyrë të
gojën tënde, mos hezito dhe lëmëjnë të tërujë të gjallë, uji i pastër dhe i freskët do të burojnë prej teje, do të rrjedhin nga thellësia jote. Mos e ndalo kur të rrjedhin të degë. Ne të lutemi së bashku, të bashkuar në frymë, dhe ne, o Zoti, nuk kam pasur asgjë, por tani ke pranimin e Ti. Një Pentekost e re. Zot, na fal për ato mëkate që po mbajnë larg praninë tënde të shenjtë nga ne. Ne e pranojmë me përulësi se kemi gabuar dhe se mëkatet tona na kanë larguar nga drita dhe dashuria jote. Me zemër të thyrë dhe të penduar, ne pendohemi dhe kërkojmë falje për çdo mëkat, për çdo fjalë, vepër apo mendim që të ka lënduar, qoftë me vetdije apo pa vetdije. Të lutemi që të na pastrosh dhe të na afrohesh përsëri, që të mund të ndjejmë praninë tënde të plotë në jetën tonë. Duke mbajtur larg praninë tënde, Shpirti i Shenjtë, duam të jemi një tokë e lirë, rrjedh në jetën tonë pa kufi, pa pengesa, rrjedh në secilin prej nesh. E ndjeja fort këtë përdik që është këtu përpara. Shpirti i Shenjtë do të zbresë me fuqi, por ka nevojë që ti të lësh disa gjëra që po I mban. Ka disa mëkate në jetën tënde që po pengojnë gjithë këtë. Shpirti i Shenjtë lëviz në një tokë të shenjtë, lëviz në një tokë që e nderon atë. Prandaj dua të kërkoj, bëje këtë lutje mes teje dhe Zotit. Pendohu, kërko falje dhe thuaj, Zot, unë e lë këtë gjë, heq dorë nga kjo gjë. Nuk e dua për jetën time, heq dorë nga ky mëkat, heq dorë nga kjo gjë që ty nuk të pëlqen. Sepse dua të jem një tokë e lirë, dua të jem një tokë diellore, dua të jem ashtu siç ti dëshiron. Le të vendosim duart tona drejt secilit prej këtyre njerëzve. Duhet forcë, duhet guxim për të bërë një hap të tillë, për të thënë, unë lë atë që më mbante të lidhur, heq dorë nga ajo që më mbante të lidhur. Le të vendosim duart tona dhe të therasim fuqinë e qiellit mbi jetën e